الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لا منكرون صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi i takon Allahut Dhul Gjelal, atë falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Dërsa salavate dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Muhamedit alayhis salam në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtarë, ne do vazhdojmë sonte me shpjegimin, komentimin e ajeteve të surës Yusuf, e që sonte do të ndalemi tek ajeti 58, 59, 60 e kështu me radhë. Tema për të cilën sonte do të bisedojmë, do të flasim, është Yusufi alayhis salam i takon vëllezër. Pas një kohe shkurt, vëllezërit që e kishin hedhë Yusufin alayhis salam në pusën punar, erdhën në Egjipt me qëllim që të bajnë tregti dhe erdhën tek Yusufi alayhis salam. Por vëllezërit nuk mundën ta njohin Yusufin alayhis salam. Yusufi alayhis salam në anën tjetër më njëherë i njohi ata dhe e përgatiti një plan shumë të mirë. Yusufi alayhis salam ju afroi atyre furnizime dhe ju siguroi atyre mikpritje shumë bojare, duke llogarit kështu se do të mund dikonte që ta baje atë planin të cilën e kishte përgatitur dhe planin të cilën dëshironte ta zbatonte me vëllezërit e vet. Në ajetin e 58 të surës Yusuf, Allahu Dhul Gjelal thot: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Dhe pas një kohe vinë vëllezërit e Yusufit, hynë tek ai i njohi, ndërsa ata nuk e njohin. Yusufi alayhis salam ishte në krye të detyrës, por vllaznive nuk ju shkonte ndërmend se Yusufi alayhis salam është njeri i rëndësishëm, aq më pak si ju shkonte ndërmend se Yusufi alayhis salam ishte në këtë pozitë, ishte morë famë, ishte i nderuar, dërsa Yusufi alayhis salam, por sa i pa ato i njofi më njëherë. Gjithatë, ai ju fole atyre sikurse mos mi njoft, sikurse nuk dinte asgjë rreth tyre. Me njëherë ju drejtua atyre dhe ju tha se ju keni ardhur këto viset tona. Ata, vëllezërit e Yusufit alayhis salam, ju përgjigjen se kishin ardhur për me marrë drithë e ushqim. Pastaj ju tha: mos vallë, keni ardhur me bë ndonjë punë të keqe. Mos keni ardhur me bë ndonjë spionazh tek shteti jonë ose ndonjë punë të keqe. Ata ju drejtuan Yusufit alayhis salam dhe i thanë se Zoti na rujt, na nuk kemi ardhur me qëllime të këqija, na s'kemi njete të këtilla. Përsëri Yusufi alayhis salam ju drejtua atyre dhe i veti se prej nga vini ju. Ata ju përgjigjen se na vim nga Kenani, dërsa për me u afru me Yusufin alayhis salam si udhëheqësi atij posti, i thanë se
na jemi bijtë e Jakubit a.s. Baba jonë është pejgamber i Allahu xhaleshanuhu. Atëherë Jusufi a.s. ju drejtohet dhe ju thot se a ka Jakubi a.s. fëmijë tjerë përveç juve. To i drejtohen dhe i thonë se ne ishim 12 fëmijë, por ma i vogli që ishte i joni, vlla i joni, një ditë u largu për i neve, e hupi dhe ndikun në mal edhe vdiq. A ishte një fëmijë i cili ishte i dallu nga ana e babës. Baba i joni do kishte shumë ata. Ai e kishte edhe një vlla tjetër nga ana e nanës. Baba kësaj radhe për me e pas si kujtim të vllavit përparshëm, nuk na i dha neve me veti e majti nga të veti. Allahu xhaleshanuhu në ngjarjen matutje e shpjegon në surën Yusuf ajeti 59, ku thot: pasi i furnizoi me gjitha artikujt e nevojshëm, me barë drithi për cilën kishin ardhë e shumë tjera, u tha: ma sillni një vlla tuaj që e keni nga baba, a nuk e verini se unë vërtet u plotsoj barën, peshojën, dhe se unë jam mikpric shumë i mirë. Nga kjo, mund të vërejmë se pejgamberi Jusuf a.s. i përkrahu ato në dëshirat të tëre, duke u bën qartë atyre se kishte njëri shumë i drejtë. Kjo Jusufit a.s. i shkoi tamam sipas planit që kishte organizuar. Përveç kësaj, Jusufi a.s. u bën i qartë se nëse nuk e bin herën tjetër vllavin tjetër, ata nuk do të kenë mundësi që të marrin ushqime herën tjetër. Në këtë mënyrë ai, sikurse i kushtëzoi vëllezërit e tyre të cilët nuk e njihin. Nëpërmjet këtyre fjalëve, Jusufi a.s. sikurse donte që ata të ndiheshin mirë, pastaj të ktheheshin përsëri. Por ka ana tjetër, ai edhe me fjalë tjera edhe i kërcënoi, ku më mirë përshkruhet në ajetin e 60 të surës Jusuf, ku Allahu xhaleshanu thot: fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun. E nëse ju nuk ma sillni atë vllajin, ju nuk do të merrni tek unë dridh për ushqim e as mos u afroni vendit tim. Me fjalë tjera, Jusufi a.s. ju tha se nëse nuk e sillni vllajin tjetër, vllavin e vogël, ju prej meje s'keni me morë asnjë farë lloj ushqimi. Vazhdon në ajetin 61, Allahu xhaleshanuhu dhe thot: qalu sanuravidu anhu abahu wa inna lafailun. Ata thanë, vëllezërit do të thonë, ne kena mu përpiq për ta marrë te babai dhe gjithsesi do ta bëjmë atë. Ne do të mundohemi, ne do të përpiqemi maksimalisht për me sjell vllavin e vogël këtu, ndoshta do të bindesh edhe ti se ne imi të thonë të vërtetën. Në ajetin 62 të surës Jusuf, Allahu xhaleshanuhu vazhdon dhe thot: Jusufi a.s. ju tha djelmoshave të tij shërbëtor, në fjalë tjera shërbëtorëve, vendojeni mallin e tyre, edhe atë barën që e kanë sjell për me ble dridh, në barën e tyre, kështu që kur kthehen te familja e tyre, kur t'i hapin thesarët e tyre,
ta njohin e ndoshta do të kthehen përsëri. Do më thonë, me fjalë tjera, vendojnë në thasë të tyre ato mallra që ata i kanë soll për të pagu drithin e ushqimit që i kanë ble prej nesh. Ktheja unin nga kesën e tyre. Por bëjni këtë që mos ta kuptojnë ata. Ndoshta kështu do t'ju mushet mendja atyre dhe do të kthehen sërish tek ne. Jusufi a.s. druaj se ata nuk do të kishin mllall atje për me blej përsëri dritë. Prandaj u ktheju që të mund të kthehen përsëri. Kjo ngjarje vëllezër të ndershëm besimtar na jep disa mësime dhe s'do men se na parashtrohen edhe disa pyetje të cilët dojnë përgjigje nga ana jo. A thuat përse Jusufi a.s. nuk u treguat vërtetën vëllezërve të tij. Ka mujt Jusufi a.s. mi u thonë vëllezërve se ai është Jusufi a.s. A thuat cili ishte shkaku që Jusufi a.s. nuk dha njoftësi vëllezërve të tij. Shumë komentatorë të Kur'anit famëlar, tefsirolog, kanë dhënë disa mendime. Prej tyre, ndoshta mendimi më i mirë dhe më i saktë mund të jetë se Jusufi a.s. nuk ka pas leje nga ana e Allahut xhaleshanuhu për ta lajmëruar babën e vet, sepse historia e Jusufit a.s. ka qenë një prej sprovave për babain e vet Jakubin a.s. Prandaj ai duhej ta përmbushe dhe ta t'i kaloje periudhën e kësaj sprove, e këtij provimi, para se ta lejonte Jusufin a.s. që ta lajmërojë atë. Përveç kësaj, shpejtimi, nxitimi i Jusufit a.s. për mi lajmëru vëllezërit e tij mund çonte në përfundime jo të mira, jo të pëlqyeshme. Për shembull, ata mund t'i kaplonte friga, tuta, të meri se Jusufi do të hakmelet dhe tyre për krimin që ata e kishin bërë më parë. Dhe kështu, ata asnjëherë nuk kishin mu kthi te Jusufi a.s. Pyetja tjetër që mund na parashtrohet është se pse valli Jusufi a.s. u kthei parët vëllezërve të tyre. Kur kishte mundësi mi morë parët, sikurse u mirte dhe është zakon mi morë parët kur bojmë Allah zhveresh në medveti. Komentatorët e Kur'anit, tefsirologët e Kur'anit, janë përgjigjur edhe kësaj pyetje me disa përgjigje. Imam Raziu, tefsirin e tij e ka cituar 10 përgjigje ndaj kësaj pyetje, por disa për e tyre janë larg nga e vërteta. Ndoshta duke parë ajetet e lartë përmendura, është e mjaftueshme që të jepet përgjigja kësaj pyetje, sepse ajeti kuranor shumë mirë citon dhe thot, ata do t'i gjejnë ato kur shkojnë te familja e vet, kështu që do të kthehen përsëri te ne. Me të vërtet Jusufi a.s. me këtë veprim, me këtë punë, ka pas për qëllim që vëllezërit e tij, pasi të kthehen në vendin e tyre dhe pasi t'i gjejnë paratë e tyre të fshehura në plaçkat e tyre, do ta kuptojnë më mirë fisnikërinë e Jusufit a.s. Në këtë rast ata nuk është diçën se është Jusufi, ministri i Egjiptit, dhe madhështinë e fuqisë së tij, dhe edhe më tepër nga se e pan ata dhe e përjetun ata me sytë e tyre dhe me ndjenjat e tyre. Kështu që edhe Jakubi do të qetësohej për qëllimet e ministrit dhe do t'ju jep në leje që ta merrin vllajën e vogël me veti herën tjetër Benjaminin. Ky gjest gjithashtu do të ndihmonte dhe do të shërbente si shkak që ata të udhëtonin përsëri për në Egjipt
me një qetësi më të madhe, duke pat me vete edhe vllahun e vogël. Me fjalë tjera, u mundu kësaj radhe Jakubi a.s. që t'i binde vëllezërit e tij, që të sillet në mënyrën më të mirë, që të lojë shpresat tek ata, që të arrije qëllimin e tij që e kishte ta bjerë vllajin e vogël Bunjaminin, që takohet herën tjetër. Pyetja tjetër e cila na parashtrohet nga kjo ndodhi, nga kjo ngjarje është: si vadhuroi Jusufi a.s. vëllezërit e tij parat nga thesari? Kur dihet se parat publike, sidomos e udhëheqësve që i morin punë e shtetit ndorë për me shërbi, ato më tepër janë përgjithësi se sa janë pare të cilët mund të shërbehen edhe mund t'i përdorin vetë. Gjithashtu një pyetje tjetër parashtrohet: si është e mundur që Jusufi a.s. u adhuroi vëllezërit e tij parat e thesarit pa asnjë kompensim? Parat e thesarit janë para publike i krejt popullatës. Nuk ka të drejtë kjo ose ai, krejt. Kësaj pyetje mund t'i përgjigjemi në dy mënyra. E para, domethënë kam fjalën tefsirologët e japin përgjigjet jonë. Tefsirologët, komentatorët e Kuranit, i përgjigjen kësaj pyetje në dy mënyra, dy përgjigje japin. E para, thesari i shtetit të Egjiptit e ka pas një fond veçantë, i cili është përdorur për me ndihmu fukarat dhe nevojtarët. Një fond i tillë ekziston gjithmonë, dhe me që vëllezërit e Jusufit a.s. në atë periudhë kanë qenë fukara e nevojtarë. Jusufi a.s. e shfrytëzoi këtë moment dhe përfitoi nga ky fond për të ndihmu vëllezërit e tij. E dyta është se postet e larta në shtet, si posti Jusufit a.s. që ishte ministër në atë kohë, zakonisht i kanë disa privilegje dhe drejtat veçanta. Dhe me pak të atyre ishte që lejon të vetës dhe familjes e tij nevojtare dhe atyre më afër vetës, siç ishin babai dhe vëllezërit e tij, që t'ju jepte furnizimet e nevojshme të një jete të ndershme. Jusufi a.s. e shfrytëzoi këtë drejt për me ia dhënë parat vëllezërve të vet. Dhe strategjia e përdort nga Jusufi a.s. ishte shumë e zgjuar. Nëse ai nuk do kishte ofruar atyre një përfitim material në këtë formë, në këtë mënyrë, nëse nuk do t'ju kishte imponuar një numër kushtesh, ka mundësi që ata s'do ta kishin bë këtë me dëshirë dhe nuk do ta kishin sjell vllain e tyre. Prandaj Jusufi a.s. nuk la gjanat rastisht, por përgatiti një plan me cilën me siguri se e dinte edhe fundin e këtij planit. Përveç ndërmarrjes së gjitha këtyre masave të zgjedhura, Jusufi a.s. ndërmori edhe një hap tjetër për ta siguruar mirë. Para se vëllezërit e tij t'i lëshojnë në Egjipt, ai vendosi të hollat që i mori prej tyre për furnizime fshet në thesët e tyre ose në thesarët e tyre. Dhe në momentin që i pan ato thesarët, u bindën se ki ishte një njeri shumë i mirë. Vëllezër të ndershëm besimtarë, bashkërisht ne lutim Allahun xhaleshanu që edhe ki shembull i Jusufit a.s. që i kishte takimin e parë me vëllezërit e tij keqbërës,
me vëllezërit e tij të cilët tentuan ta vrasin, ta mbysin, me vëllezërit e tij të cilët e fugën bunar, keqbërjen e tyre që e banën, ju sjell mirën më të mirë. Mirë po, prej tash, momentit kur Jusufi a.s. u bo ministër në Egjipt, filloi një epokë e mirë për te. Filloi një epokë e jetës më të mirë se sa jeta më herët që i kishte me sprova, me halle, me probleme, me derte. Tash Jusufi a.s. përgatitet se si ta takoje vllajën e tij nga nana Bunjaminin. Dhe këto do ta shohim inshallah nëse mbroma se si vëllezërit e Jusufit a.s. do të mundohen që ta bindin Jakupin a.s. që ta lëshon Bunjaminin shkoje me ta në udhëtimin e ardhshëm. Do të shohim aty se edhe Jakubi a.s. i këshillon djemtë e tij se në çfarë forme të hinë në Egjipt. Por këtë do ta shpjegojmë inshallah nëse proma edhe netët në vijim. Bashkarisht ne lutim Allahun xhaleshanu që ibadetet tona t'i pranon. Bashkarisht lutim Allahun xhaleshanu që namazet tona t'i pranon. Bashkarisht lutim Allahun xhaleshanu që Ramazanin ton t'a pranon. E lutim Allahun xhaleshanu që sifiret tona t'i pranon. E lutim Allahun xhaleshanu që agjerimin brenda ditës ton t'a pranon. E lutim Allahun xhaleshanu që iftaret tona t'i pranon. E lutim Allahun xhaleshanu që sadakat tona t'i pranon. E lutim Allahun xhaleshanu që jemi nga ata të cilët e kryjm këtë ibadet dhe ibadet të tjera ashtu siç na porosit Allahu xhaleshanu dhe ashtu siç na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tonet të Ramazanit. Bashkarisht lutim Allahun xhaleshanu që të vdekurit tanë Allahu xhaleshanu t'i mëshiron. Pasi që i përmenda të vdekurit, ne sot e përmendni edhe një ish ushtari që i cili mbram ndeshje e humbi jetën, bashkarisht e lutim Allahun xhaleshanuhu dhe e bëjmë një Fatiha për te, meritojnë ai një Fatiha, ishte një djalë nga Saraj, personalisht nuk e kam njohur, por dhimbje e madhe është për çdo çlirimtar. Ju e dini se për çdo çlirimtar e kemi përbërës dhe sa herë të kujtojmë çlirimtarët, me nga një Fatiha, ma çka mundemi të i kujtojmë. Gjithashtu e lutim Allahun xhaleshanu që plesët tonë Allahu xhaleshanu t'i forcon. Rinin tonë Allahu xhaleshanu inshallah e forcon në rrugë të mbarë. Të gjitha ata të cilët kanë mundësi ta kryejnë këtë obligim dhe obligime tjera ndaj Allahu xhaleshanu, inshallah Allahu xhaleshanu u lehtëson. Tash urdhoni për këtë ushtar të UÇK-s ta bëjnë një Fatiha. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allahi me xhennet inshallah, familjes inshallah. Allahu xhaleshanuhu vazhdon sabrin, vazhdon durimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.